Desha të pyes inshallah më bëni halal lidhje me temën aktuale që po misionon Kosova, shtet demokratik laik, që çka mund të na kupton hoxha lidhje me këtë fjalë që po e përdorin për kanë tonë. Vazhdon, selam aleikum, më thonë ta shpjes duke të fillim, ajo është pjesa e dyta apo dy pyetje që kanë me një temë. Selam aleikum hoxh, wa aleikum selam wa rahmatullah. A bën të na folni pak për ngjarjet e pavarësisë së Kosovës. Allah i shpërblet ju të gjithë vëllezërve shqiptarë në Maqedoni dhe Shqipëri për kontributin e tyre gjatë okupimit të Kosovës nga Serbia. Qëndrimi jon dhe mendimi jon rreth kësaj çështje është kjo që vjen. Pavarësia e Kosovës është një ndodhi dhe një rast që është padyshim paksim i të keqës dhe shtim i hajrit të mirës. Po, është e vërtetë se me pavarësinë e Kosovës nuk fitohet ajo që e synon çdo musliman. Ajo është udhëzimi i popullit dhe hyrja e në fe pal dhe zbatimi i ligjeve dhe fjalëve të Allahut subhanahu wa taala. Por me pavarësinë e Kosovës dhe me largimin e Serbisë nga Kosova hapen shtigjet e punës për hajër dhe të mirë. Dhe kjo është e dëshmuar. Unë personalisht do të qarkulloj dhe vizitoj Kosovën prej viteve 88. Do të rrafsh 20 vite kam prani të dendur në Kosovë. Jam vizitues i rregullt të Kosovës. Dhe e di dallimin e madh që është në Kosovë mes kohës kur ka qenë Serbia okupimi serb në Kosovë dhe kohës pasi që është dëbuar Serbia nga Kosova. Do të kur shkojmë në nëpërmjetësi sikur se është në Mitrovic, apo në Pej, apo në Prizren, gjeshje një numër të kufizuar të besimtarë në për xhamia. Dhe se tëve normalisht ishte shumë më i vogël se tani pas dëbimit dhe shporjes së Serbisë nga Kosova. Me largimin e Serbisë nga Kosova janë shtuar maksimalisht xhamiat në Kosovë, është shtuar daveti në Kosovë, janë shtuar aktivitetet e hajrit në Kosovë, është shtuar numri i atyre që praktikojnë fen në Kosovë, për djemve dhe për vajzave. Domethënë kemi na një fenomen të qartë, të dukshëm, i cili i gëzon besimtarët dhe normalisht u pengon munafikëve. Dhe atyre që janë edhe sinqerisht kombëtar shqiptar. Dhe pse mos i gëzojmë kësaj atëherë? Asa i përket çështjes së shtetit demokratik, laik, sovran, normalisht se na nuk themi dhe me të vetëdijshëm se Kosova me pavarësinë e vet nuk është bërë shtet islamik apo shtet ku ka sheria të Allahut subhanahu wa taala. Por ne gëzojmë për shkak se është paksu e keqja dhe janë hap shtigjet për hajër të mirë. E tani mvahet për neve dhe kjo është këshilla dhe porosia jonë. Çka duhet të bëjmë ne pas pavarësisë së Kosovës? Nëse ne kemi kontribuar kaluarën për ta mbrojtur popullin e Kosovës nga kthetra e okupatorit serb dhe kemi kontribuar për luftën e Kosovës, çka duhet të bëjmë pas tani pavarësisë së Kosovës? Duhet të punojmë që të faktorizohet zëri i muslimanëve. Duhet të krijojmë kushte për ndjesesë të muslimanëve. Duhet të kontribuojmë për të krijuar një musliman shqiptar të dobishëm për vendin dhe popullin e vet. Një musliman shqiptar që ka besim në Zot. Një musliman shqiptar që ka frikë për Zotit. Një musliman shqiptar që nuk e kalon ditën dhe natën i dehur. Një musliman shqiptar që nuk e kalon ditën dhe natën në drogë. Një musliman shqiptar që nuk e kalon ditën dhe natën në prostitucion. Një muslimane shqiptare e cila nuk e shet trupin e vet. Një muslimane shqiptare e cila nuk i mashtron djemt e ri dhe të bëjnë zina dhe prostitucion. Një muslimane që nuk e keq përdor postin e tij si ministër apo si drejtor në një sektorit qeveritar apo jo qeveritar për të keq përdor dhe abuzuar me pasurinë dhe gjërat materiale që i kanë në kompetencët e veta. Na krijojmë njerëz që janë dobishëm për popullin e vendin e vet. E këtë dobi ja kontribuojnë popullet e para se janë besimtarë dhe kanë frikë për Zotin, e dyta se janë dashamirë të popullit vet, e kjo është ajo që quhet patriotizëm. Është besimtar dhe është patriot. Është besimtar se piknisë këtyre veprime vështrika nga Zoti dhe besimi në të, dhe është patriot se ja don të mirën popullit dhe vendit vet. Dhe mundohet mos ta dëmton vendin e vet me asnjë vepër.
Dhe kjo, laicizmi, domethënë është sistem që fatkeqësisht dominon në shumicën e shteteve evropiane dhe perëndimore, dhe ata kanë kontribuar shumë për të ardhur te pavarësia dhe e kanë edhe vendojnë këtë kusht që gjitha shtetet që ekzistojnë. Mirë po, na gëzohemi për ato të mira që janë qelë. Për atë gëzohemi. Dhe normalisht, tjera marrë për nëse se na do të punojnë në këtë drejtim. Por kjo është ajo që mund të rumbullaksohet rreth kësaj problematike. Dhe kjo është problem delikat, domethënë, mirë po alhamdulillah, gëzohemi që janë gëzuar gjithë populli jon për largimin e kthjelljes okupatorit dhe hapjes së shtypjeve të herët të mirës. Me tani marrë për neve sa na do të faktorizohemi dhe sa na do të kontribuojmë për të përhapur dinën e Allahut në mesin e popullit tonë. Normalisht na shpëtojmë rastin që ja urojmë domethënë popullit tonë të ditë dhe lutim Allahun e Madh që këtë vepër, këtë çast, këtë moment ta bën shkak të përhapjes së davës dhe udhëzimit të popullit tonë dhe dita e gëzimit më e madhe do të jetë dita kur populli jon do t'i kthehet kiblës, do t'i kthehet Allahut, do t'i kthehet fesë dhe do t'i pakisë gjunat, gabimet, mëkatet dhe kalimit e kufive të Allahu subhanahu wa ta'ala. Ebu Bekri radiallahu anhu u gëzu fitores së bizantinëve kashi persianëve dhe vendoi bast se ishte fitore një fuqie ehli kitabësh kashi një fuqie idhujtarësh dhe normalisht se ba'd shar ahbanu min ba'd ka keqë që është më pak e keqës e tjetra. Andaj paksimi të keqës është gjë që i gëzon dhe duhet të gëzohen besimtarët e mençur me këto raste edhe këto